Ky është tregu i të imtave në Stom Golem, i cili këtë të dieli ishte i boshatisur. Prej datës 4 qershor në qarkun Shkodër janë regjistruar 3 vatra të murtajes të ruminante të vegjël. Me qëllim parandalimin e mëtejshëm të sëmundjes, shërbimi veteriner është përqendruar në kontrolle intensive si në ferma, rrugë dhe tregje. Në bashkëpunim me inspektorët e shërbimit veterinar, me inspektorët e AKU-s edhe me forcat e policisë bashkiake, ne po kryejmë inspektime të rregullta të parashikuar në planin e kontingjencës për sëmundjen e mortajes trupane të vegjël. Në këtë kuadër është i bllokuar lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në tregje dhe siç shikohet aktualisht nuk ka asnjë kafshë të imtë. Lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në thertore lejohet vetëm në zonat të cilat janë jashtë karantinës. Në Shkodër janë 2 tregje të cilat po vijojnë të mbahen në monitorim. Vetëm lëvizje që do ta dinë fermerët është se lejohet lëvizja e kafshëve të imta jashtë vatrave të infeksionit nga ferma në thertore. Rasti i fundit i cili rezultoi pozitiv 3 ditë më parë në shkrel të Malësisë së Madhe, aty janë asgjësuar 300 krerë të imta. Së fundmi është konfirmuar një rast në Malësinë e Madhe dhe është kryer gjitha procedurat, janë eliminuar gjitha kafshët, eliminimi ka përfunduar ditën e djeshme. Janë eliminuar 300 krerë të dhirta në një fermë shumë moderne nga pikpamja e organizimit, por që ajo u infektu, u identifiku nëpërmjet analizave laboratorike. Në total prej nisjes së rastit të parë në qarkun Shkodër janë asgjësuar 478 krerë të imta.